votojnë. Deputeti, organizatori, ku dëgjon shefi elektorali, shtabit e tjerë vazhdon jetën e tij. Zoti Gazmend Bardhi vazhdon sot e kësaj dite është deputet, ka shkuar nga Elbasani në Fier, ndërkohë që ai tjetri është në Burg. Në këtë kuptim, ajo që dua të bëjmë thjesht qytetarëve është që mos ndikohen emocionalisht për të parë jeta vdekje këto zgjedhje në kuptimin e diferencës së jetës tyre ose ndryshimit. Jam dakord që është mënyra të qeverisë. Është e pamundur, Marsil, është e pamundur sepse realisht ne e dimë që realiteti shqiptar gjithnjë ka prodhuar një lloj shoqërie e cila ka qenë shumë ngushtë e lidhur me partinë politike. Më thënë, militantizmi i natyrës ekstreme që shkon deri në një lloj venerimi edhe të liderit partisë, që sigurisht edhe të figurave të tjera të cilat janë deputet. Klasa politike imponon këtë lloj modeli. Ata e kanë fajin. Edhe fushata e tillë ka qenë. Domethënë të qarkulloj e gjithë fushata zgjedhore rreth 2 individëve, domethënë kryetarit partisë, liderit, domethënë unë e konceptoj të vështirë që prodhon këtë lloj realiteti dhe sigurisht them që është e vështirë që unë e vlerësoj shumë thirrjen që i bën qytetarëve sepse është realisht thirrje që i bën një qytetar i cili e koncepton një lloj demokracie, kupton rolin e tij në shoqërinë shqiptare, kudo që mund të integrohet, po flasim për rastin tonë dhe i jep vlerë dinjitetit të tij dhe votës që shkon e jep. Por në kushtet aktuale nuk po them se këta mungojnë, sigurisht këta janë në Shqipëri, por janë kryesisht elektorati gri. Të drejtë. Elektorati gri, i cili sot unë gjykoj ende nuk ka dalë. Në qoftë se regjia mund të nxjerrë një moment të tabelën e KQZ-s për të parë pjesëmarrjen deri në orën 1 janë 27.22% e qytetarëve shqiptarë me të drejtë vote. Gjysma ditës që ka ikur. Gjysmë ditës. Pra deri kupton, janë pak, domethënë, më pak në krahasim me 2021-shin. Me 2021. Si është kjo përqindje e ulët? Unë dua të bëj këtë pyetje ande. Pse është kjo përqindje e ulët, domethënë pjesëmarrja në zgjedhje? Është për shkak të mungesës së ofertës politike? Është mosbesim ndaj leadershipit politik, po flas për të gjitha partive, jo vetëm të një partie. Jo, kjo është propozit, kjo është propozitë apo është një lloj, le ta themi, vote e bardhë, si quhet në Europë, që është mospëlqimi të gjithë klasës politike. Pra për ata qytetarë të cilët nuk dalin të votojnë, mos këte kanë, si le të themi, një abstenim. Unë do doja mendimin e Redit deri këtu. Po janë analizë Redi nëse do të shitë. Për mua është, domethënë kush, domethënë duke qenë se unë jam marr vazhdimisht edhe me zgjedhjet, domethënë pjesëmarrja është treguesi i ndryshimit ose stagnacionit. Në rastin konkret, ky numër i ulët, kaq i ulët në pjesëmarrje tregon që është domethënë në favor të mazhorancës. Në kuptimin që nëse do ishte 3%, 4%, 5% më i lartë, ju garantoj që kjo do shkonte e gjitha në favor të opozitës. Pra, këto janë shifra demoralizuese për sa i përket një ndryshimi politik që mund të prodhojnë këto zgjedhje për sa i përket se kush do ta qeverisë këtë vend. Qytetarët në rastin konkret mos prezenca e tyre, mos pjesëmarrja e tyre tregon një lloj, le të themi, demotivimi për sa i përket leadershipi, ka përgjegjësi Redo? Leadershipi politik i gjitha partive. Absolutisht që leadershipi ka përgjegjësi, por thash ta lexojmë këtë fotografi përsa e kam Egon. Përshëndes. Jemi live, kënaqësi që të kam. Nuk e di a dëgjohemi? Po. Okej. Kështu që neve unë thjesht po bëj gati, ndërkohë do të ftoj në sekond për të marrë për të bërë pjesë e panelit. Pra, në këtë kuptim, kjo pjesëmarrje e ulët është një sinjal shumë i keq për sa i përket rezultatit. Zgjedhjeve, jo vetëm rotacion, qytetarët duhet votojnë. Ka drejt Andi, këtu duhet qytetarët duhet votojnë, tjetër gjë se kush fiton. Fakti që qytetarët por kanë rëndësi të shprehin vullnetin në fund ditës. Janë për sa i përket zgjedhjeve janë, le të themi, refuzojnë të marrin pjesë, do të thotë që e gjitha shkon në favor të mazhorancës dhe unë dua ta them shpesh këtë gjë për të inkurajuar edhe më shumë qytetarët që nëse është një vot pro mazhorancës, le të jetë një vot e njerëzve që votojnë, jo e njerëzve që abandonojnë zgjedhjet. Ndërkohë, Egon, kam ftuar Egon Lolin. Po. Egon, kënaqësi që të kam. Gjithashtu kënaqësi, përshëndetje edhe kolegët edhe shokët e mi që janë aty në studio. Përshëndetje edhe nga ne. Egon, si po e lexon fotografinë e deri tanishme të këtyre zgjedhjeve? Redi, nuk e di si është koha aty në Tiranë, se këtu ku jam unë, sikur u vrejnë pak.
Dhe shpresoj që pjesa e dytë e ditës përkundrejt kësaj vrejtje së kohës të jetë më e mirë sa i takon rezultatit të pjesëmarrjes në kutitë e votimit. Egon, rregulloje pak kamerën. Egon, rregulloje pak kamerën. Në momentin që u futa Egon, live, sa i takon pjesëmarrjes në zgjedhje, me një përqindje që jemi duke konsultuar, po them, minut pas minuti, edhe tani që flasim është rreth 29.54%. Egon, me vitin 2021 me 25 prillin në zgjedhjet e përgjithshme është mbi më pak se 6%. Vetëm 1 minutë. Egon, të lutem, vetëm rregulloje pak kamerën, sepse ka malë se të bie strisha këtu te pjesa ku po flet. Domthon, ngreje pak më shumë. Kështu që vazhdojmë. Egon u shkëput më duket. Okej, vetëm sa të bëhet gati, sa të përgatitet regjia. Dhe sigurisht e lek ajo pjesa që the është një përqindje shumë e ulët votimi, që sigurisht ne po shfrytëzojmë këtë hapësirë transmetimi maraton këtu në NTV për t'ju bërë thirrje të qytetarëve, pra për shprehur vullnetin e tyre politik në raport me këto zgjedhje, kudo që ta çojnë votin e tyre, mjafton të jetë një vot e orientuar me bindje të tyre të brendshme dhe që sigurisht reflekton atë ndjesinë që ata kanë ndaj një subjekti politik apo qoftë edhe ndaj një programi qeverisës, që sigurisht ishte shumë i pakët programi qeverisës në këtë fushat. Është çike vështirë ndoshta të orientojë votën për program qeverisës nga partitë politike, shumë pakta ishin, në dy subjekte domethënë. Si shpjegohet marrësit që gjithmonë në zgjedhje nuk dëgjojmë në Kosovë, nuk dëgjojmë në Maqedoni, te shqiptarët e Maqedonisë, nuk e dëgjojmë. Po fenomen vetëm to. Egon, mirë se erdhe. Vetëm ngreje pak atë sepse ka mallin që strisha mund të Okej. Unë mendoj Redi që, siç e thash pak më përpara, imponimi i këtij modeli është imponimi i klasës politike. Çdo thotë, militantizmi polarizues, militantizmi i cili do të shikoj subjektet, pra njerëzit, votuesit, si ushtri dhe jo si qytetar të këtij vendi, të cilët thjesht shprehin vullnetin e tyre, çon në gjitha këto raste që ne po i diskutojmë dhe po i përmendim. Pra, dhe një rast tjetër është dhe rasti i Lushis, në cilin komisioneri kishte bërë sherr me një nga anëtarët e komisionit, sepse njëri pretendonte që të fikishin kamrat që regjistrojnë votimin, sepse qytetarët do ndjenin trysni, tjetri thoshte të rinë kamra ndezur. Njëri pretendonte që nëpërmjet kamrave mund të shikojë vota ose vullneti i votës, tjetri thoshte jo, kamrat duhet të rinë ndezur se kështu është ligji. Imagjino domethënë deri në çfarë konfliktesh, të cilat janë për motive shumë të dobta dhe gati banale, absurde, shkon tensioni për të shprehur gatishmërinë e tyre politike. Në vend që të ishte një ditë në cilën qytetarët shkojnë shprehin vullnetin e tyre pavarësisht rezultatit, në fund të ditës do fitojë një subjekt politik. Grupe interesi janë, nuk është se po lufton, le të themi, ku dëgjon një band kriminale me një religjon. Edhe dihet kush është e mirë, kush është e keqja. Secili grup ka ofertën e tij politike, po që shkojë deri në atë ekstremitet, që ti të kërkosh me forcë nëpërmjet dhunës se kush do të qeverisë vendin, ndërkohë që pretendimi i politikës, organizimit politik është të zgjidhen ata që kanë programin më të mirë, që kanë virtyte, ata të cilët reflektojnë etikë, angazhim publik etj. Dhe kanë fajin. Dhe këta politikanë, kujtohet nëse ju mbani mend 2021 se si u shpreh zoti Xhelal Mziu në ato kohë kur mbasi ndodhi rasti i Elbasanit, le ta provojnë thonë dhe ndipër ditë në përgjigje do kenë. Ç'a tregon ky model në moment që për 2021. Po, në moment që një kandidat për deputet arrin deri aty sa thot kush prek votën, rrezikon jetën e tij dhe do ekzekutohet, kjo është si mund të zgjidhet një person e tillë. E qartë. Po, Egon. Po flisnim për sa i përket pjesëmarrjes, pastaj dalim te këto thash fotografia e përplasjeve që po ndodh pak a shumë, si e lexon? Po, isha duke folur për pjesëmarrjen, edhe demokracinë në zgjedhje pjesëmarrja e shqyrton, në kuptimin që një pjesëmarrje masive siguron një përfaqësim më të gjerë të gjitha shtresave, grupimeve, klasave, po do doni ju, grupeve të interesit shoqërisë dhe bën që rezultati i pritshëm të jetë më pranë rezultatit që përfaqëson më mirë të gjithë shoqërinë si të tërë. Kështu që një rezultat, një përqindje po themi e ulët e pjesëmarrjes në zgjedhje nuk premton. Dhe ne mund të flasim për gjitha fenomenet që sot janë
konstatuar si fotografimi i votës në disa qarqe, intimidim, pjesëmarrje e përfaqësuesve politikë në qendrat e votimit për plasje që ka patur. Mos harrojmë që dhe prokuroria ka nisur edhe disa procedime penale sa i takon shkeljes së ligjit në qendrat e votimit. Kështu që unë shpresoj që pjesa e dytë e ditës, paktën sa ka ngelur deri në orën 19, të kemi një pjesëmarrje më të lartë në qendrat e votimit, qytetarët të ndërgjegjësohen që është një moment që mund të përcaktoj 4 vite të ardhshme në jetën e tyre, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për hirjen e vërtetës. Dhe të shkojnë edhe të shprehin vullnetin edhe të drejtën e tyre kushtetuese. Po. Egon, shikon, nëse do t'i bëjmë një analizë kësaj që ka ndodhur, kësaj përqindje të ulur deri në këtë moment, që siç e thatë, edhe ju ndoshta shpresojmë që deri në orën 19, se kanë ngelur disa orë ende, domethënë, ka akoma mundësi qytetarët shqiptar të reflektojnë. Si do nga lidhje këtë përqindje të ulët të votuesve, me çfarë do ta lidhe domethënë me disa pika konkrete? Ndoshta mund të jenë kërcënime nga grupet caktuara kriminale underground, të cilat nuk lejojnë qytetarët të votojnë, po të marr një shembull, ka niguria shtetit këto 4 vitet e fundit, nëse do të bëjmë krahasim, pra kanë emigruar qytetarët shqiptar. Kemi pika të tjera që mund të listosh? Po shikon, shpjegim mund të jetë sociologjik, mund të jetë psikologjik, mund të jetë sa i takon shkeljes ligjit në lidhje me rastet konkrete, dhe pastaj hajde të analizojmë. Po për shembull, shpjegimi sociologjik është që, dhe kjo duhet parë sidomos në qarqet në popullsim të ulët, siç mund të jenë Gjirokastra, Kuksi, po edhe në qarqe të tjera periferike, që ka të bëjë pikërisht me largimin e qytetarëve shqiptarë, emigrimin masiv, kjo që është njohur vitet e fundit. Dhe qartë. Nga ana tjetër, mos harrojmë edhe efektin psikologjik, dhe nuk e kam fjalën vetëm për intimidimin edhe frikën. E kam fjalën edhe për një farë topitje që ka ardhur prej, le të themi, 12 viteve të qeverisjes socialistëve, duke zveur pak atë shpresën, nëse mund ta them kështu, që gjërat mund të ndryshojnë, apo dhe një farë perceptimi që për hir të së vërtetës nuk mund të themi se nuk ekziston në votues që të dy palët kryesore, si qeveria dhe si opozita, janë deri diku, po them, bashkë. Dhe kjo është një ndikim psikologjik që i step njerëzit. Ke ndaluar pikërisht tek një pikë që unë e kisha shnim dhe domethënë e kisha mbajtur shnim këtu për ta hudhur tes diskutimi tani me kolegët, dhe ajo që ju thatë për sa i përket qeverisjes. A ndoshta në këto 12 vite qeveria e majt mund të ketë shfrytzuar një lloj skeme psikologjike në raport me qytetarët shqiptar, një lloj loje ndoshta dhe për t'i lodhur, duke i dhënë një lloj goditje psikologjike, po them unë, dhe na provohet ky raport votimi sot, dhe që sigurisht ajo çfarë koha, historia ka treguar një raport i ulët në përqindje votimi, sigurisht krahun për të marrë drejtimin e pushtetit sërish e jep mazhorancës, apo jo? A mund të jetë kjo një lloj skeme, një lloj psikologjike, ndoshta edhe 4 vitet e fundit që mund të ketë bërë majtë në raport me qytetarët shqiptar? Besoj që ka një parim që sa më pak të dalin në votime, aq më shumë favorizohet forca politike që është në pushtet. Po. Tani, unë besoj që ekziston ajo që thua ti, Andi. Edhe për ta vërtetuar këtë si fenomen, do isha shumë kurioz të dija për shembull nëse e njëjta gjë ka ndodhur edhe në zgjedhje në shtetet e ngjashme këtu në Ballkan. Për shembull në zgjedhjet në Serbi, që kemi një situatë pak a shumë të ngjashme. Edhe më keq se këtu, sigurisht. Që të jemi të qartë. Po megjithatë, duket sikur rafizohet një gjë e ngjashme. Po që jam dakord, unë shikon, duhet të them diçka. Unë deri pak kohë parë kam qenë pjesë e administratës publike, tani spaku le ta marr këtë deklaratën time dhe të bëj detyrën e vet, por unë po ta konfirmoj ty që ka pasur presion sa i takon pjesëmarrjes në fushatën elektorale, në mbledhjen e të dhënave, sa i takon diasporës, sa i takon votuesve këtu brenda Shqipërisë,
Kështu që padyshim ajo që the ti po ekziston dhe prodhon të pitjen psikologjike. Edhe ndoshta kjo është, mund të jetë një nga faktorët, nuk e di. Ka dhe lloj presioni tjetër, shiko, Marsit, që t'jemi që të rrim tek ajo që po diskutojmë. Në Vorë kemi tipikisht përballjen e një përfaqësuesit të Partisë Demokratike, që është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, me një përfaqësues që të cilin vetë sekretari i përgjithshëm Flamur Noka e konsideroi si një band, përfaqësues një bande në Vorë. Pra, për sa i përket këtij fenomeni, si e lexon